Lotët e mbretit të arratisur. Në kohën e Umeri ibn el-Khattabit, Allahu qoftë i kënaqur me të, jetonte një burr nga mbretërit e fisit Gasanid, që quhej Gjebele ibn Elejhem. Ky person ishte mbret dhe Islami kishte deportuar në zemrën e tij, ose të paktën mund të themi se ai e dëshironte Islamin. Ai shkroi Umerit, Allahu qoftë i kënaqur me të, gjatë kohës së kalifatit të tij dhe e njoftoi: Unë kam pranuar Islamin dhe kërkoj leje të vi në Mekë. Ai dëshironte të vinte për haxh, ose ndoshta të vinte në Medinë e pastaj të shkonte për haxh. Me rëndësi është se Umeri u gëzua shumë për të, sepse ky ishte një mbret, dhe zakonisht kur një mbret pranon Islamin, shumë njerëz e ndjekin, sepse njerëzit shpesh janë në fenë e mbretërve të tyre. Prandaj Umeri u gëzua shumë. Gjebele erdhi me 500 kalorës, por tek ai akoma kishte disa mbetje dhe disa shenja nga koha e xahilijetit. Ai erdhi me një kortezh të madh, me kurora në kokë dhe kuajt i kishte zbukuruar me arë në qafë, ndërsa kalorësit rreth tij ishin në një pamje madhështore. Pastaj erdhi në Medinë dhe Umeri u gëzua shumë për të, dhe muslimanët gjithashtu u gëzuan. Pas kësaj, Gjebele ibn Elejhem, tani si musliman, dëshironte të bënte haxhin për të kryer një nga detyrimet e Islamit. Dhe kështu, ai shkoi në Mekë. Ndërsa po bënte tavaf rreth Ka'bes me njerëzit e tij, ishte edhe një burr nga fisi Beni Fezara që po bënte tavaf. Ky ishte nga arabët musliman. Ai kaloi pranë Gjebeles dhe duket se nuk e vuri re dhe i shkeli rrobën, izarin. Kur i shkeli izarin, rroba u zgjidh dhe u zbulua një pjesë e trupit të Gjebeles. Ai u zemrua, u kthye nga ai dhe e goditi në hund derisa ja theu. Burri nga fisi Fezara, te kush do ta ankohej? Te Umeri, Allahu qoftë i kënaqur me të. Umeri e thiri Gjebelen dhe e thiri edhe burrin nga Fezara. Gjebele e pranoi veprën. Atëherë Umeri i tha Gjebeles: Ose do ta kënaqësh kundërshtarin tënd, t'i japësh diçka që të pajtohet, ose ai do të marrë hak nga ty. Gjebele tha: Çfarë do të bësh? Umeri tha: Do ta thyej hundën tënde ashtu siç i theve ti hundën atij, hak për hak. Gjebele tha: Si mund ta bësh këtë me mua? Unë jam mbret dhe ai është një njeri i thjesht. Ai nuk vlen asgjë, ndërsa mua do të ma thyesh hundën për shkak të tij? Umeri tha: Lëre këtë. Islami nuk ka bërë dallim mes teje dhe atij. Ose pajtoje burrin, ose do të merret hak prej teje. Ai tha: Më jep kohë deri nesër. Umeri tha: Ke kohë. Por ai gjatë natës kishte vendosur në zemrën e tij të largohej. Mblodhi njerëzit e tij dhe i kufsheurat si drejt Shamit tek zotrinjtë e tij, romakët, sepse Gasanidët ishin në lahat të romakëve. Ai shkoi tek perandori Heraklius. Herakliu u gëzua shumë për të dhe i dha një pallat të madh dhe i vendosi shërbëtor, roje dhe shumë nderime mbretërore. Kështu ai e la Islamin për shkak të një sproveje të vogël. Dhe ka njerëz që adhurojnë Allahun vetëm sipërfaqësisht. Nëse u vjen një mirë, qetësohen me të, por nëse i godet një sprov, kthehen prapa dhe humbasin këtë botë dhe tjetrën. Pas një kohe, një musliman po udhtonte drejt Shamit. Umeri i tha: Shko te Gjebele, edhe më trego çfarë është bërë me të. Si është gjendja e tij? Ai tregon: Shkova tek ai dhe tek pallati i tij. Pa shëroje, portiere dhe shërbëtor, si në pallatin e Herakliut. Ai kishte shërbëtor edhe shumë pasuri. Thot: Kërkova leje të hyj, edhe ai më lejoi. E pash të ulur në një karrike me këmbë prej ari. Pra, shiko tani. Duket sikur është më mirë se më parë. Kur ishte musliman, ishte si njerëzit e tjerë, pa mbretëri. Tani ka pallat, karrike të arta, shërbëtore dhe pi verë dhe bën çfarë të dojë. Kur hyra tek ai, më pa që isha arab, më afroi, më uli pranë tij. Kishte shërbëtore dhe u bëri shenjë që të këndonin. Ato filluan të këndonin vargje nga poeti Sahabi Hasan ibn Thabit, të cilat ai kishte thënë në kohën e xahilijetit për të lavdëruar Gasanidët. Ndërsa këndonin, ai buzëqeshte dhe qeshte. Por pas pak e pash të ulte kokën.
edhe mbi të u shfaq një trishtim i madh. Në mes të gjithë kësaj kënaqësie, ndërgjegja e tij filloi ta shqetësonte. Pastaj ngriti kokën dhe tha duke folur me veten: "U bëra jo besimtar për shkak të një shuplake, ndërsa po të kisha duruar, nuk do të kisha pasur dëm. Kokforcia dhe krenaria më rrethuan, dhe shita syrin e shëndosh për një të verbër." Pastaj tha: "As sikur nëna të mos më kishte lindur, as sikur të kisha ndjekur fjalën që tha Omeri, as sikur të isha bari deveje në shkretë të tir, ose rob tek fiset Rabia apo Mudar." Pra, mbreti thoshte: "As sikur të isha bari, megjithse kishte gjithë këtë pasuri dhe mirësi." Pastaj uli kokën me trishtim për atë që kishte ndodhur. Vendosi dorën në fytyrë dhe, thot tregimtari, pasha Allahun, pash lotët e tij që rritnin mbi mjekrën e tij, si kokra margaritarësh, derisa shërbëtorët u turpruan dhe u larguan.